Shoqata e artistëve dhe intelektualëve Art Club në bashkëpunim me PEN Qendrën e Shqipërisë dhe PEN Qendrën e Kosovës organizoi takim përmbyllës të javës së letërsisë, një mbrëmje letrare e mbushur me reflektime dhe vlerësime për rolin e fjalës së shkruar. Në këtë aktivitet morën pjesë dy figura të njohura të letërsisë shqipe, Sadik Beko nga Shqipëria dhe Sali Bashota nga Kosova. Të pranishmit të ndoqën një diskutim të hapur dhe të thelluar mbi sfidat e të qenit poetë në ditët e sotme, rëndësinë e krijimtarisë letrare dhe ndikimin që ajo ka në formësimin e shoqërisë. Në moderimin e Vidi Harxhonit, autorët ndanë përvojat e tyre jetësore dhe krijuese, duke i ndërlidhur me traditën e pasur letrare shqiptare. U përmendën figura të rëndësishme të poezisë kombëtare si Serembe, Azdreni e Naim Frashëri, ndërsa në qendër të vëmendjes ishte edhe emri i madh i letërsisë shqiptare, Ismail Kadare, për veçantinë e tij si shkrimtar dhe për ndikimin që ka ushtruar në skenën ndërkombëtare letrare. Një nga momentet më interesante të mbrëmjes ishte diskutimi mbi pyetjen: a është poezia një dhunti apo një mjeshtëri që përvetësohet? Përgjigjja e përbashkët e autorëve ishte se poezia kërkon të dyja, një ndjeshmëri të lindur dhe një përkushtim të vazhdueshëm për të bërë fjalën art. Kështu, me këtë mbrëmje përmbyllëse të 25 prillit, java e letërsisë u mbyll duke lënë pas një jehol frymëzuese për të gjithë të pranishmit dhe një thirrje të heshtur për më shumë vëmendje ndaj letërsisë dhe krijuesve të saj. Mirë se keni ardhur në aktivitetin e fundit tashmë, sepse po shoh fytyrat që i kam parë do të thotë përgjatë 3 ditëve dhe nuk po ndjej shumë të nevojshme që ta prezantoj aktivitetin edhe gjithë aktivitetet që kemi zhvilluar këtë javë, por megjithëse po e bëj një përmbledhje të shkurtër. Siç edhe e din, sepse të gjithë kemi qenë do të thotë pranishëm në për këto 3 ditë të bukura, në fakt që i kanë dhënë gjithë qytetit një fytyrë tjetër, një pamje tjetër, i keni dhënë një farë hieshie që na ka munguar. Jemi në edicionin e parë të javës së letërsisë shqipe dhe unë personalisht përbesoj që gjithë ne ndjehemi shumë të nderuar që edicioni i parë i këtij edicioni që unë besoj dhe jam e sigurt që do bëhet traditë ndoshta secilin vit, por ndoshta edhe 2 herë brenda një viti, nuk e di, është pikërisht zhvillohet në qytetin tonë. E dim si shqiptarë në Malin e Zi që, sidomos autorët shqiptarë në Malin e Zi, hasim në për sfida të mëdha edhe ky nderim që na keni bërë duke zgjedhur qytetin tonë për të filluar këtë aktivitet të bukur me të vërtetë më bën të ndjehem mirë edhe dua t'ju falenderoj secilin për ju. Aktiviteti do thotë është një bashkëorganizim. Shihet kur bashkohen fuqit me ndaj disa shoqata serioze, shihet edhe rezultati. Është një bashkëorganizim i Art Clubit ton, bashkë me PEN Qendrën e Kosovës dhe PEN Qendrën e Shqipërisë. Jemi do thotë në 3 ditë shumë aktiv, kemi pasur shumë aktivitete, takime me autor, punëtori me krijues të rinj, sot kemi pasur një tryezë të rrumbullakën mbi tekste shkollore, po e përfundojmë këtë aktivitet me 2 autor shumë të dashur për mua, por besoj që edhe jam e sigurt edhe për ju, me profesorin tim Sali Bashota dhe me poetin dhe autorin Sadik Beko. Secili e di që i njihni mirë, profesori Sali është poet nga Kosova, profesor universitar, publicist, një person do të thotë që përveç që na ka edukuar me poezinë e tij të bukur, shumicën prej nesh na ka edukuar edhe në aspektin në atë kuptimin e parë të fjalës, do të thotë sepse ka qenë profesor universitar i shumë brezave të profesorëve të gjuhës shqipe, disa prej të cilëve jemi edhe ne. Profesori Sadik Beko, poet, do të thoja, do ta nënvizoja për të dy, ndoshta vlen do ta nënvizoja me të madhe poet, sepse unë, edhe pse keni lëvruar edhe ju, edhe profesori Sali, disa zhanre, qoftë letrare, por edhe publicistike, unë prap kur përmendet Sadik Beko dhe Sali Bashota, mua më vjen mendje poet, poezia, nuk vjen mendje prozat, nuk vjen mendje publicistika. Pak për profesorin Salim vjen mendje fjala që është profesori im, patjetër, mirë po në kuadrin e aspektit letrar do të më vjen mendje poezia. Do doja t'ja nisa pikërisht me këtë zhanër. A është e vërtet që edhe ju e ndjeni veten poet, apo është kjo ndjenja jonë si lexues, ju konsiderojmë poet? Profesori Sali
edhe ju keni provuar edhe në zhanre tjera, por prap, të thelb, edhe në prozë jeni poet. Faleminderit. Tani faleminderit të gjithëve që jeni këtu. E qera e dytë që vi, këtu në Dragin, radhën e parë kam qenë me profesor Aliu në doktor Argëzon Sulejmanin, se ku e pas këtu e përshëndes shoqatën e intelektualëve e artistëve art club të Ulqinit, mikit cilët kam qenë disa herë dhe më përpara me poetin, pasiri që aprejqit, pastaj për aktivitetin, për pasiri që aprejqit, dhe aktivitetin ishte për kalimerën poetike një vit më parë. Këtë vit, përsëri, jam misafir këtu, jam nderuar, sot ka qenë një ditë shumë e frutshme, kem bërë një bisedë në 2 shkolla. Tani në një shkollë kemi qenë vizitor, por në njëherë kemi bërë një bisedë për letërsinë shqipe në shkollat shqiptare, në Kosovë, në Shqipëri dhe në Malnezi. Kemi vizituar pjesë të krahinës së Krajës, vend simbolik, ose po të përdorja ca fjalë të një miku tim që nuk është me të ndjerit, më kom zeqo emblematik. Është fjala për krahinën e Krajës, ku mendohet, sipas të djusme, se ka lindur autori i parë e gjuhës shqipe, Gjon Fusu. Natyra e bukur, gjitha këto do të kisha dashur të shikoja shumë më herë. Kemi dëgjuar zoq, kemi parë lule të ndryshme, natyrën në blenim të mrekullueshëm, dhe është vërtet një ditë e këndshme për mua. Tani të vinte poezia. Mua mirë më tha, më karakterizua domethënë si poet. Pa më mendje që jam poet. Megjithse në Tiranë kur më thonë kështu, e them shiko, unë nuk jam poet. Ç'është më? Unë kam qenë një mësimdhënës. Gjithë jetën time, gjithë familjen time, e kam mbajtur vetëm nëpërmjet punës time në Arsye. Kam punuar edhe punë tjera, po ka qenë puna themelore. Unë e poezisë, po, kam sakrifikuar diçka nga qefet e mia, nga koha ime e lirë dhe kam bërë poezi. Nuk më ka dhënë, nuk mund të them se më ka dhënë bukë poezia. Do thoni që më ka bërë me shumë miq, më ka dhënë domosdoshmë gjëra të mrekullueshme, ndjeshmëri, kam botuar libra, kam provuar të takoj me njerëz, me shok, me miq. Kjo është e vërtet, po jo kontribut direkt në atë për të cilën njeriu ka nevojë. Veç një ndihmë materiale. Poezia nuk ka qenë në këtë pikë. Kam munguar në këtë pikë. Tani këtu do të bëj një digresion të vogël, po ti duhet bësh një gjë që kur unë flas shumë të më heqësh pak këtej se neve ne mësuesit e marrin fjalën e nuk din ta mbyllim. Por ka qenë një poet i shquar, Thomas Stern Eliot, laureat i çmimit Nobel. Edhe ka marrë shpejt. Me origjinë amerikane, ka jetuar në Angli, ka punuar në bankë, që bankier. Pjesë më të madhe jenë shtje. Ngris në orë 5 mëngjesit, shkruaj dhe ja 2 orë shkonte në punë, ishte bankier i rregull. Kthesh, po për kështu plasit dhe për një poet tjetër, Wallace Stevens në Amerikë. Ai që agjencie, nënç drejtori i agjencie të madhe të sigurimeve në qytet Hartford në Amerikë. Këtë punë bëri të jetën. Poezinë e shkruaj. Kjo të qenit poet, domethënë, në këtë kohë që është kohë e biznesi, në këtë kohë që është kohë e proza është ajo që mbush tregun, pak a shumë proza është ajo që shitet, proza është gjinia e shekullit që jemi.
Poetët kanë dalë si një lagje e vjetër në pension. A shkruhet poezia? A kanë marrë çmime Nobel? Po, deri para 2-3 vjetësh ka qenë poet një Václav Szymborska, dëgjuar polake. Edhe të tjerë poetë kanë marrë. Ja, do më thënë, nuk është gjini e nënvlerësuar, por është një gjini sot për sot si e te kaluar. Kështu që të bëhet qefi që je poet, ku di mbase. Në të shiko, të duhet. Në radhë parë, sonte jam shumë emocionuar, se këtu kam shumë miq që janë bashkë me ne, mua dhe profesorin Sadik, juve të tjerëve. Ulqini, padyshim se mua më lidh me shumë kujtime, e përmend mikun tim të ndjerë Vasil Qapriqin, po edhe shumë miq të tjerë me të cilët ne sot bashkëpunojmë. Unë i falenderoj të gjithëve që jeni sonte në këtë mbrëmje të bukur poetike. Kur hyra spari këtu, edhe i thash Dinit, po më kujtohet sonte atmosfera që e takimeve poetike të festivaleve ndërkombëtare në Francë, në Lodève në Sete, pikërisht në ambiente të ngjashme. Domthonë marrën takime edhe në mbrëmje, marrën takimet e tilla me 30 deri në 50 pjesëmarrës, që janë pjesëmarrës të zgjedhur. Prandaj edhe emocionet e secilit poet në mbrëmjet e tilla janë veçanta të paharrueshme. Të jesh poet është sfidë në vetë. Në përballje sot, shekullin e 21, ta që tha profesor Sadiku, poezia vetëm vend dhe Ballkanit shkruhet, se në botë nuk shkruhet, më pak shkruhet, pak vetohet. Që Ballkani, domethënë në një mënyrë si tjetër, prind në këtë drejtim, edhe autorët poetët e Ballkanit janë autorë që në një mënyrë tjetër e vazhdojnë këtë misionin e poezisë, ndoshta poezisë të shekullit 19 dhe 20, kur faktikisht ka qenë art elitar. Rasti ynë është shqiptarëve, është linja kombëtare shqiptare, ku poetët, domthonë poezia ka qenë arti elitar dhe pothuajse poetët kanë qenë themelues të shtetit shqiptar. Po përmendim të shembull e diet pikpamjet e Deradës, së Naimit, të Serendës, të autorët e tjerë, të Asdrenit, të Çajupit, të autorët të tjerë, deri në shekullin, domethënë në gjysmën e parë të shekullit 20, poetët kanë qenë ata që kanë qenë pris të ideve, të pikpamjeve, të koncepteve që lidhen me lirinë në atë përgjithësi. Edhe Kosovë, domethënë, pothuajse vitet 60, 70, 10, shekull të kaluar, poezia ka qenë dominante, dhe në njës tjetër, pa e përmendur emrat, veçantë pikërisht është një autor që është Amalizi, Prasad Mekuli, i cili me revistën letrare Jeta e Re e ka krijuar shkollën letrare të poetëve Kosovë, dhe që ka vazhduar më tutje duke krijuar breze të veçanta, domethënë të gjeneratave, brezave të krijues. Të jesh poet pra është nuk është e lehtësat, sepse nuk jeton poeti nga poezia, dhe natyrisht komunikimi pak më i vështirë është i poetit me lexuesin se sa i prozatorit apo i dramaturgit me lexuesin, janë specifika, me që është art elitist, madje edhe shtresat e gjëra më vështire kuptojnë poezinë postmoderne sot që shkruhet dhe e shkruajmë ne, po është i vetë mjarë që mësohet për mensh, dhe i vetë mjarë që ka të bukurinë e vetë, ka magjinë e vetë. Së që dhe në matutje dhe debatojnë për këtë temë, po të jesh poet, njeriu, ai që është poet, unë besoj që lumturinë më të madhe ka kur frymëzimet e tij i bardh në letra dhe u afron të tjerë. E me qënë se jemi të frymëzimet, mirë më dolet aty të pyetja që kisha menduar. Jo, në fakt nuk është hera
e parë ose që keni shumë kohë parë në Ulqin, ju keni qenë në Ulqin shtatorin e vitit kaluar, para disa muajsh. Si shkrimtar rezident në qytetin tonë, a ju ka frymëzuar Ulqini? Padyshim, unë kam zgjedhur një nga qytetet, faleminderit për këtë pyetje, unë kam zgjedhur një nga qytetet që mua post Prishtinës pëlqen më shumë ti edhe dua më shumë. Një nga momentet e para, domethënë kujtimi me Ulqinin mbledhen me mikun tim të ndjer, të harruar, dashur, Basriun, e cilën prej vitit 1978 e deri në vitin 2018 kemi qenë pothuajse pa ndarë. Edhe është një pjesë, një kaptin e jetës time të lumtur, po edhe të jetës me brenga, me shqetësime, me krajata, edhe në një jetë e tërë, një histori me vete, do të thosha, që poetin njeriun herë bën të lumtur, herë bën domethënë mbushur me plot dhimbje, mall dhe dashuri, dhe janë pra shumë faktorë që mblidhen me qytetin e Ulqinit dhe me njerëzit dhe me miq të shumtë që i kam këtu, të cilët edhe ne rifandoroj sonte që janë bashkë me ne. Gjendje, profesor. Po për juve, profesor Bejko, jeni tash disa ditë në Ulqin edhe paka shumë edhe keni pas mundësi që të vizitoni në përpika të ndryshme. A ju ka frymëzuar Ulqini? A mendoni që ndryshon pak, luan rol edhe ambienti që të rrethon për shkrimin e poezive, se për shembull poezia e profesorit Basri, për cilin po e përmendim disa herë, është karakteristike, dihet që Ulqini luan rol të shkruaj fjalë. A mund presim ndonjë poezi, ndonjë shkrim emotive nga qyteti juaj? Kam një poezi kryesisht lirike. Do më thënë është një poezi që vjen nga përvoja ime e brendshme. Ajo që vjen nga jashtë, tek unë, do më thënë ajo poezia përshkryese, poezia e ngjitur e nisur me mjedise, për mua është pak poezia e vështirë. Kam shumë miq, autor, thot poezi veçan në Kin, poezi në Prag, në poezi në Francë, poezi. Unë kam të vështirë këtë punë. Mund të kem qenë në shumë vende, kam marrë shumë bresa, kam gjëra që nuk i harroj, por nuk do të thotë se kjo përvojë mund të transmetohet në poezi. Kam një mendim që originaliteti i një poeti është të japi atë çfarë kalon në për filtrin e tij të brendshëm. Ky gjithçka nis me atë që thot një autor shumë i njohur, studios shumë i njohur, amerikan me origjinë hebreje, Harold Bloom. Njeriu duhet të mos të poezinë lirike të përgjoj veten. Ti do përgjosh çfarë ndjen ti, çfarë mendon ti, çfarë është ajo e thellë që do të rondit ty. Dhe kjo mund të shndërrohet në kjo lloj përvoje që është ndryshme, po e ndryshme, është shumë e ndryshme, por është derisa e njeri dhe provon ndjeja e njeriu është pak a shumë për të gjithë. Famshëm monolog të Rosha të mos rosh i Hamletit të Shakespeare, ai e thot këtu atë me gjithë është në skena është për para të Rosha të mos rosh, do më dhe ja thot vetes vet. Do më thënë, këtë gjë e ka menduar më për para se sa ta shkruaj Shakespeare, e ka ndjerë të gjë, e ka përgjuar vetën e vetë, që kjo gjë, kjo çështje, ekzistencës tonë, bëhet të rëndë, në qoftë se një dashuri nuk na përfill, bëhet të rëndë kur një zyrtar na shtyp me dhunën e vet, bëhet të rëndë kur s'marrim drejtësi, atëherë duhet ja pushim vetes, apo t'jemi të Zot ta përballim jetën me vështirësi. Kjo është çështja. Pra, ai ka provuar, ka ndier diçka, i ka përgjuar këtë gjë vetën e vet dhe e ka hedhur. Kjo lloj përvoje mua më ka pëlqyer. Ai ka shumë miq të mi që janë shumë të Zot, edhe din të bëjnë poezi të bukur, përsëri me motive peizazhit ose me motive që
që lidhen me vendet caktuara. Kështu që unë nuk ju gënjej dot që du them që shiko mua pëlqen shumë Orgjeni dhe më pëlqen. Po ma prisë një poezi. Nuk ju gënjej dot për këtë gjë. Nuk më pëlqen. Jo domosdoshmë tjetë poezi e peizazhit. Nuk është peizazhi me Orgjeni. Unë e kam parë Orgjenin që nga Buna, atje kemi vajtu kush disa herë me Basriun e me këta të tjerë, me shumë autor, që s'janë me, do më thënë me Ali Podrimin e Ndjerë, me të Krajer, kam sot vajta edhe pash në Shkodër nga ana tjetër, vende shumë të bukura, të pjesës e Krajes, unë e kam parë gjithë anën që të shonë deri në Butva, e kam ndjekur, kam parë Kalane, Ulqini, disa herë janë zhvilluar disa aktivitete aty, kur kam pasur panajire libri, do më thënë është një qytet, paka shumë që kam ardhur andej nga vit pazari në përmalet, në për tunele duke zbytur gjithë kaldartë. Në më është një qytet që kam parë në disa plane. Nuk është problemi që erdha pas lullet sot edhe këto gjëra momentin. Është dheu i ëmbël i vendit tim. Është liqeni shasit, është drita e mrekullueshme e mëndapsh dhe verbuse e liqenit të Shkodrës. Është një vend i gjithi, po da marrësh, Basir Qapriqi pati disa nga motivet të ka udhiri me 2000 unazës, ka pasur disa poezi si për shasin, si për udhirin dhe për këto, dhe ai ishte poeti kësaj krajine dhe këtë lloj lënde, si që ka bërë dhe Fatos Arapi, ose Cilas Gushi që e shkroi shumë bukur për liqenin e tij. Pra këta janë autor që në poezia lokale në pengën e tyre u bë universale. Kështu që unë nuk jam kundra poezisë mjedisit. Po ama duhet jetë jotja ajo si lem. Jo ti ta importosh. Mua më pëlqen fakt këtë diskutimi mbi paka shumë mbi filozofinë dhe estetikën e letërsisë, do doja nëse keni durim edhe dy pyetje në lidhje me këtë fushë. Për ju, poezia a është mjeshtri e cila përvetësohet dita ditës, apo është burim, do thotë momental, është një frymëzim momental? Sigurisht që në qoftë se më bëri përshtypje miku jonë, Ibrahim Berisha tha kam një tregim vrasi qenëve. Për këtë pata një përvojë. Dodi dikur një diçka të tillë, një veprim, u bë ajo. Pra ky pati një lënd. E ndjeu atë lënd. Atë pas e lënd. Unë tjetër, sepse shkrimtari ka një laborator, e transformoi edhe bëri këtë një tregim. Po ka pati unis kur thonë që edhe Zoti mori një copë grësh dhe i fryri për njeriu, për ti do kesh një lënd. Poezia nuk është vetëm frym, është dhe lënd. Pastaj mënyra se si, mjeshtria se si ajo bëhet, mjeshtria edhe lind, po edhe latohet, edhe përpunohet. Gjatë kohës, ne i themi një fëmije, kur kam qenë i vogël, po të lexoja një pjesë në ciklin Kreshnikëve, që ishte edhe nga jugu, edhe nuk hynte në kokë. Po kur ma shpjegoi mësuesi, kur ma tha lexoj 2-3 herë, kur fillova ta mësoj dhe unë përmendesh, sa e bukur qesh. Pra edukohet, dhe këtë punë e bën shkolla. Këtë vetë edukim e bën leximi, dhe ne kemi nevojë të lexojmë. Ne megjithëse jemi në këtë moshë. Pra, këto janë gjëra bashkë. Është përvoja, është sigurisht vokacion, e ketë lindur, është pragjest, është pjesë si ai fylli që duhet i bjersh, domethënë ai tingëllon. Është kjo. Po janë edhe këto të tjerat. Sepse prandaj një poet i shikos tia, sepse në atë kohë stili, fryma, është siç janë gjithë poetët e tjerë pak a shumë. E ishtë një ndër ata. Pra ti vjen me kohën tënde, me frymën tënde, me gjuhën tënde. Nuk mund ta shkëputësh këtë. Na jemi Iridosit janë atje, këta janë këtu. Poetët që do vinë, do jenë brezit tjetër, do kenë gjuhën e tyre, mënyrën e tyre. Kjo është një mrekulli që ka mundësi vazhdimisht do më të ndryshoj edhe tjetë e bukur. Pra,
Po për ju, profesor, është mjeshtri apo është diçka e lindur, është diçka që përvetësohet? Po poezia, dhe më thonë, është edhe burimi i frymëzimit, edhe mjeshtri e poetit. Secili poet përpiqet ta ndërtoj edhe ta, dhe më thonë, ta fuqizoj individualitetin e tij, krijues, stilin e vet, që është e veçanta e secilit poet. Boresi kur flet për poezinë, ka disa ligjërata për poezinë, për ligjërimin dhe për dimensionet e universale të poezisë. Ndër tjera thotë se 3 faktorë janë të rëndësishëm për një poet. Para thotë është ligjërimi, e dyta thotë është ritmi, dhe e treta është figura. Nëse një poet arrin të ketë këto 3, domethënë nivelet e artikulimit brenda shtresimeve të tekstit e tij poetik, domethënë ai ka mbërritur ta realizojë konceptin e vet krijues dhe estetik lidhur me poezinë. Jo rrallë, domethënë ata që janë marrë me interpretimin e poezisë, vlerësimin, analizën e saj, ndër të tjerë domethënë kanë konstatuar se ka edhe përbërës të tjerë që faktikisht domethënë janë të rëndësishëm në mënyrën se si poetët shkruajnë, po është edhe invencioni, është edhe tema e zgjedhur, janë edhe domethënë është ndikimi estetik që ka poezia të lexuesi, faktorë të ndryshëm. Para se gjithashtu po poeti unë mendoj që krye do të jetë i lindur. Nuk poetët, prozatorët, studiuesit, të tjerë mund të gjatë përvojës së tyre krijuese mund të mbërrin nivelin e artit të tyre poetik, sepse në mënyrë si tjetër e ndjekin një rrugë vetën krijuese për të mbërritur të efektet domethënë letrare dhe estetike. Poeti është i lindur. Është i lindur edhe faktikisht poezia ka diçka hyjnore përmes asaj. Diçka që lidhet, për shembull në rastet të mia, domethënë nuk jam një autor që shkruaj çdo ditë. Nuk shkruaj çdo ditë, po e kam një, domethënë, periudhë time ku shkruaj shumë. Është shtatori, tetori, janë muaj që faktikisht më shumë provokojnë si krijues, temat, idetë, motivet, frymëzimi. Dhe zakonisht domethënë aty që kanë shumica e disa autorëve që disa shkruajnë natën, disa shkruajnë ditën, disa shkruajnë brenda javës një libër, disa shkruajnë brenda vitit një libër. Për shembull, ka ndonjë një libër kam shkruar për 30 ditë, që librin Lutja para shtëpisë e kam shkruar për një muaj, domethënë kam shkruar një libër që profesor Ibrahim Berisha dhe profesor Milazim Plasiçi kanë bërë para thonë pastonin, edhe një libër që është shkruar shumë mirë. Ka një libër tjetër që kam shkruar për 4 vjet. Domethënë varet prej aktit frymëzimit. Akti frymëzimit është një nga, po marrë një rast për shembull Prusti. Prusti ku i ka shkruar romanet e tij, dhe çka ka bërë? Ka marrë, domethënë është veshur rroba komplet, me kollare, me kravatë. Edhe kështu ulur domethënë në karrike. Njëherë nën ka pas mollat e kalbura, dikun që i ka mbajt afër 2-3 muaj deri në kalb krejt. Në tjetër ka pas mollat, domethënë mollat freskëta që i kanë ndutur domethënë. Ka bërë një renditje të doshkrimeve, të librave, domethënë disa i ka renditur mirë, disa i ka gjujtur, i ka hedhur krejt domethënë. Ka kriju domethënë brenda dhomës së tij, studios të krijuese disa pamje, disa imazhe. Se cili imazh do të jetë më i fuqishëm që ta percepton domethënë. Domethënë janë momente që disa krijues domethënë kanë atë ndërtojnë atë imazhin e vet, kanë nga mund vjet ai frymëzim. Çka mund të duket diçka që është e shëmtuar, për shembull mollat e kalbra, diçka që është shëmtese që kundërmojnë kanë erë, disa që është e bukur ose lule që kanë vendosur të tjerë domethënë. Janë domethënë çaste dhe momente se cili poet e ka ose prozator e gjen atë momentin e vet, e gjen domethënë atë aktin e frymëzimit, për nga mund të jetë domethënë perceptimi edhe momenti kur e ndërton një përfiturim dhe vjen pastaj një shpërfiturim. Tash poetët domethënë që shkruajnë sot për poezia shqipe domethënë sot autorët e rinj ballafaqohen me tema që janë të thjeshta. Poezia që kuptohet shumë lehtë. Vitet 70 për shembull Kosovë, më shumë poezia ka qenë poezia në tekstit. Ka qenë më shumë poezi dhe më figurës.
Jo rrallë është quajtur poezia hermetike, e tjerë. Tash poezia është me hapër. Për shembull për Gjethi. Gjethi ranë tokë. Një vajzë e vogël e kapi me duar dhe vendosin tavolinë. Të tjerët buzëqeshën ose ikën. Ose unë i shkrova një poezi. Të tillë për shembull. Takova një imagjinat. Erdhi një vajzë e vogël edhe më tha: "Lufta është e bukur." Unë shikova, ajo iku, ktheu kokën dhe buzëqesh. Tash. Do thonë është çast moment i frymëzimit ku përpiqesh ta ndërtosh një imazh. Poezia është një varg i vistër imazheve që ndërtojnë domethënë. Atë që tha profesor Sadiku. Ato janë vargje. Që i përshkruva ato janë vargje, është poezi imazhiste. Atë që the, unë si studius, unë po të renditje tash vargje tua, që del poezi e bukur, është qysh. Nxitur nga kjo që tha profesori për formën edhe për stilin që po merr poezia sot në Shqipe, kur është kjo tendenca, ajo që tha aty që pak a shumë gjuha të thjeshtësohen, do thotë nuk kemi përdorim të dendur të figurave, nuk kemi do thotë atë stilin hermetik, atë që karakterizon ndoshta poezinë, si mendoni ju, kjo i shërben poezisë apo i bëndon? Kjo thjeshtësimi i gjuhës deri në nivele Varet, poezia nëse nuk e ka. A gjeu rrugës më tha, ke kujdes të përqendrimi shikimit sonte. Domethënë, edhe unë ke mendjen e mbaj domethënë ka këto të shikoj, cilën do ta shikoj. Kjo është problemi domethënë i zgjedhjes se aktit frymëzimit, domethënë gjuha varësisht prej nivelit të artikulimit, ka poet që me pak thonë shumë, ky quhet parimi eliptik i thënies poetike, me pak thonë shumë. Për shembull janë një grup i madh poetëve, për shembull Ali Budrimi ose Azem Shkeli po përmendi, domethënë kanë vargun e kanë të thjesht, po e kanë shumë filozofik, e kanë shumë domethënës. Faradin Gunga ka vargun shumë gjatë, po ndonjëherë nuk thotë edhe nuk kuptohet fare, domethënë është abstrakt. Shembull po marr domethënë, ka poezi të bukura edhe Faradin Gunga, po domethënë janë tipe të lexërimit, të cilat faktikisht varësisht prej mënyrës së ndërtimit, prej ndjenjes, emocionit, ndjenjes, frymëzimit, mendimeve, artikulimit të ideve, koncepte të tjera që lidhen në atë që thotë domon boresi me ritmin edhe figurën, del efekti estetik i poezisë. Sa ka ndikim. Për shembull ka Ali Budrimi një poezi për, domethënë për pikëllim. I ka kaq domvargje. Po është më e fuqishme se sa një poezi që ka për Parisin. Më fuqishme. Që është gjatë, më i ka një 100 shkavargje. Domethënë është fuqia e edhe perceptimit, po edhe e fuqizimit të idesë se si poeti arrin ta që me pak thotë shumë, domethënë parimi eliptik i thënies quhet parimi eliptik i thënies poetike. Po ju profesor mendoni një të temë, po kemi mendim ndryshëm nga profesori Saleh. Dhe i kam thonë të uvës. Po, por nuk po mundë. Nuk po e arri. Ati është qëllimi. Jo. Se ishtë arti. Varet nga natyra e poetit. Që edhe të gjë poet, vetë, për shembull marrim Martin Camaj. Kur ka qenë i ri, ai ka shkruar këngë të bukura, të cilat vazhdoni pak sa ndremjedën në një kushte të tjera, një fjoll dërmale ose atë njëpën. Ato ishin poezi të bukura në atë kohë. Bile Azem Shkreli thotë që unë jam frymëzuar prej Martin Camaj. Martin Camaj pastaj shkoi në Rom. Atje ju nënshtrua disa kurseve me një poet hermetik italian, po ndërkombëtar, Giuseppe Ugaretti. Ugaretti shkruan të poezitë me 3 vargje. Ishte poet mjaft koncis. Ari mendoj që t'i heqi poezisë barokun. Çdo më thënë, atë që ngarkohet me shumë figura. Ta lërë fjalën të thjesht, gati lakuriqe, por me shumë pesh. Edhe ai Martin Camaj mori nga kjo teknik dhe pastaj ai ndërtoi poezi
me lëndë vendlindjen e tij. Duka gjeni. Shqemza është një kështu një bim, një shkure. A ka shqemz këtu? E thot shqemza në buzë drinit. Era e fort, dridhet, thot, gati të rëzohet në shkëmb, kupton? E më thot, eja shpejt, kaloje drinin sa pa ardhur dimri, je bare vrame në parzbin tim. Ane kjo është poezi, drini, shqemza, dimri dhe një nën qetra, vendlimja e ti ose nëna e ti. Edhe ajo që je bare vrame në parzbin tim. Bara vrame në një fëmijë që ka vdekur. Ka mbetur i pa lindur akoma. Bile është një bare vrame brenda nënës vet. Ishtë poezi shumë dramatike, e thënë me fjalë, me pak fjalë, por një poezi shumë e bukur. Pra, mjeshtria e poetit, ai e ndryshoi komplet, nuk ka më rima, nuk është varjet me figurat bukura, me kështu me rima, me muzikalitet, me ngjyrë, po ajo ngjyra baritore e vjetër. Ai kaloi në një poezi dramatike me nota gati tragjike të shekullit 20. Poezi ankthi e pari leximi. Edhe ai në këtë pikë Martin Çamaj ka hyrë me vonesë në kulturën shqiptare, gati sa që fare i papulqyre, edhe nga shkriptar, pa ato dal Martin Çamaj. Por mu a ishtë një me poezit që ka shkruar me temën e Dukagjinit, a i ka rikrijuar vendlinjen e vet me shenjat, simbolet që kam Dukagjini, e ka krijuar në Mërgip. Dramën e Mërgipit a i e shndërroi në poezi. A janë poezit gjata, jo për kundra, a i ka pasur, e ka gdhendur poezin, e ka pasur shkurt, me pak fjalë. Natyrisht, shekulli 20 pati këtë tendencë që poezia kaloi në për këso shkolla e hermetizmit, e kaloi në këto shkolla të cilat kërkuan largimin nga baroku, edhe një poet tjetër italian, edhe ky nobelist italian, Salvatore Quasimodo. Çdo njeri thot rri pingull mbi zemrën e tokës, i përshkuar tej për tej nga i rrezë drite dhe shpejt bie mbrëm. Kjo është jeta njerëzore. Jemi pingull mbi zemrën e tokës, një rrezë drite na përshkon, pastaj jetën e kemi marrë me qira, ai që na ka dhënë merr. Tani poezia flet është shumë e bukur, është poet të ndryshëm, paqe bukur. Edhe nuk mund t'japsh receta se si duhet ta shkruash poezi. Ai ka lindur poet, qofse ai ka lindur da bëj poezinë e vet. Qofse s'ka lindur pas le të bëj mjeshtri. Ata që bëjnë mjeshtri, aty humbet poezia. Duket se i konfrontova. Mos i do la kundra? Një pyetje për fond që ndoshta do nxjisë dhe diskutim, se pastaj unë kam dëshirë, se unë kam një dëshirë shumë personale që autorët, sidomos poetët, kam dëshirë që t'i dëgjoj vetë tek sa i lexojnë krijimet e tyre, ndoshta ose edhe ju keni dëshirë të lexoni ndonjë poezi. Por para kësaj, unë do doja të shtroja ndoshta si temë diskutimi, letërsia shqipe e ka një kolos të vet gjigant, që është Ismail Kadare, i cili do të nda para fakosh nga jeta. Sipas pikpamjes suaj, shumica jush e di që keni pas atë fatin e madh që ne tjerët nuk e kemi pas, që ta njihni personalisht. Mirë po, nga këndvështrimi juaj tash si poet, si autor, si njerëz që e keni përcjell zhvillimin e letërsisë shqipe gjatë, a shihet një Kadare tjetër në horizont? Dëgjoj, ti ke bërë një pyetje që është jashtëzakonisht e vështirë.
Ja, letë është, profesor. Po. Letë është, nuk shije. Shiko. Në periudhën e shtypjes më të rëndë të bashkimit të Rusisë, bashkimit sovjetik, dolën disa shkrimtarë të jashtëzakonshëm, siç ishte Boris Pasternak, ose siç ishte Sholokhov, të cilët u bën laureat çmimit Nobel, ose i poete Ana Akhmatova e tjerë. Ndonjëherë drama, dhuna, heqe, burgu, heqja e lirisë prodhojnë letërsi të madhe. Pastaj vjen liri. Në liri, njerëzit bëhen si gjithë tjerët, edhe njeriu, sepse kur je në dhunë, ti do të shpikësh diçka, ti dalesh për te dhunës. Sepse ajo nuk ishte dhunë politike, ishte dhunë artistike. Do shkruash me këto kode, ato parimet e realizmit socialist. Atë shkrimtarët e fortë, shkrimtarët që donin të kapërxenin. Ajo ishte vdekje e shkrimtarit, po të bënde atë punë. Që i thoshin. Ata që donin të kapdelin mbi vdekjen, ata prodhonin diçka që ata i nxori më përtej kohës tyre. Sot jemi në liri, a di se sa e vështirë është në liri tani ti je shmorgjërak? Pak a shumë bëhesh njësoj si tjerë. Nuk ke më dhunë, as një lloj dhune, as letrare, as politike. Ti je një qenie e lirë, por si qenie e lirë, dita shndrosh lirin tënde tani në artë të matë. Shumë e vështirë. Kadareja, ishte po i kësaj natyre. Ajo ndesh. Disa thonë që Kadareja ka qenë njeriu i politikë, se kujtjo. Më shumë se Kadareja politikën ishtë dashur. Politika e ka dashur ta ketë Kadarejen. Ta rëmbej Kadarejen, ta përvecoj Kadarejen, me gjitha e llojet e formave. Edhe duke i përkëdhel, duke i dhënë poste, po edhe duke përdorur edhe dhunën tjetër. Edhe ne i dim shumë gjëra shumë nuk thuhen tani në publik, por Kadareja pra ishte e tillë e kësaj fryme të shekull 20 që ishtam që nxori ata kolos në Rusi, ose një kolos që ishte këtu tek ne. Shiko, Shqipëria në vitet 30 ka qenë një vend 80% analfabet. Dhe ka dalë nga dhuna turke. Si ka qenë peizazhi viteve 30 në Shqipëri? Nga më të bukurit. Pse? Ishte shkrimtar si Azdreni që erdhi nga koha e Eda Çajupi. Ata erdhi nga sistemi turk. Ata që shkruan ishin Naimian. Pastaj ato ndihmuan, ndryshuan poezinë, edhe mjeta, erdhi në atë periudhë. Doli u fut në shekullin e 20, ato u bën shkrimtar të neoklasicizmit e të frymës tjetër, e ndryshuan artin e tyre, u bën shkrimtar tjerë. Po doli një mjeda këte, ishte një shkrimtar tjetër, nuk doli mi gjeni një mrekulli, ishte Gjergj Fishta, një mrekulli vete. Pastaj dolën shkrimtarë si Mitrush Kuteli, shkroj prozën në jug. Këtu shkroj Koliqi, të janë të koshme. Ky pra, pastaj dolën këta letrarët e ri që shprun komunizmin më mbrapa. Brezi viteve 56 dhe 7 si Nonda Bulka e të tjerë. Kjo ishte ky vend analfabetësh. Që s'kishim shkollë. Kishim vend shumë i varfër, pa pritur pa kujtuar. Se nga e kishte atë energji që e dha në një letërsi me figura që sot i përmendim me shumë respekt. U shua ajo. E shuaj politika, dhuna, pushtimi, komunizmi. Do t'i pa pritur letërsia shqipe, do më të në vitet 60, nxori njërë si Ismail Katareja, pastaj jo dritoroj, jo Fatos Arapi, pastaj në Kosovë, brezi shkëlqyr, i autorëve të në shkrelitet, thamë, t'i zëmerat, po drimja, mos zgjadhe me shumë, se njohim të figurat, të njohurat të mrekullueshme, tani aty doli shkrimtarë. Një rebis, Katareja, sa me kulja, e organizuan, doli një jetë artistike e shkëlqyr. Stop do, tani. Të vi Katareja, do vi prap alipëdrimja, do vi prap, këtë një shkrimtar. Por, këtu janë çudirat që nuk djetë njeri do vojt përgjigje. Por, kjo është një vend që ka
ndeshjet edhe sot me vështirësi domethënë, me migrime masive, me pasigurëra politike, po është një vend që ka një trashëgimi kulturore, ka një dramë të brendshme mallkimi ose fatkeqësie, nuk jemi taf do të administrojmë lirin tonë dhe vetëm tonë. Dhe ky vend besoj se do jetë materie e bukur për letërsi. Unë kam shpresë. Kur do vi prapë atë seti? Besoj do jetë. Me qenë se profesori Sali këtë pyetje më dogji se thaje nuk do vi. Unë po ju bëj pyetje për një autor tjetër që unë do të thotë për veten këtë është subjektive, ndoshta njërin anë kam Kadaren, njërin anë kam Recep Qosin. Si dy shtyllat letërsisë, do të thotë shqipe, si dy shtylla kryesore. Si mendoni çfarë mendimi keni për Recep Qosin? A është i vlerësuar sa duhet? Unë kam atë përshtypje ndoshta kërkoj ndjes, është subjektive, mendoj që është i nënvlerësuar. Jo vetëm si autor, por si intelektual, do të thotë Recep Qosi për mendimin tim është s'po e jap mendimin tim. Ti sonte ma bane me hile pak, se profesori ma mori dikun ja 40 minuta, unë në vetëm 20. Ato, Kështu që në këtë pyetje nuk të përgjigje. A di si është çështja? Do ta shtenoj. Juve në pas rastin 5 vite bisedoj me ju e me profesorin Sadik në pa. Ti je profesore, unë jam mitrafirit, ti je profesore. Unë i thash se ma hik gjaketën shpejt. Është një anekdotë, një legjendë për neve. Tha, shkoj, tha, i vllai, tha, te motra. Tha dhe motra, tha, po shkon gjithmonë domon si vllape pret. Tha, po edhe vlla kam kësante, kështu kam kësante, mohabet, ushqim atje. Tha, ti jemi, pi thot aty vllait, motra. Tha, oj motër, tha, bo në një herë të huj, tha. Po në një herë të huj, tha. Sa të dojtë, mi japë shpirë për të gërë, si vëlla do më japë Fillizëm një poezi. Cilën poezi do? A pse nuk më përgjigjen pyetjes? Për Kadaren, unë po flas për Kadaren, domethënë sepse Kadareja është diçka jashtë toksore, unë benim em është domethënë për Kadaren, që është një autor nuk dia do të ketë dëmarit të shqipe, autor të tillë, për masat të tilla, niveleve të tilla, është një gjeni e letrave shqipe, se cilët domethënë jo vetëm prozë. Eseja që është një nga, unë mendoj që te eseja, Kadareja është njësoj briljant sikur në prozë. Briljant. Nuk është vlerësuar shumë eseja Kadares, të me thonë eset e tij nuk janë vlerësuar shumë, flas për Kosovën, Shqipëri, edhe as Shqipëri shumë jo. Gjithmonë si romanciar, domethënë. Sikur tash themi për shembull profesori Sadik është domethënë edhe prozator, është edhe studius, po është studius shkëlqyeshëm. Kush nuk e ne për shembull si studius, ose unë jam edhe studius, po më shumë ta shkojnë projekt edhe mbetesh aty. Domethënë Kadareja është një esejist, vetëm ato esej që i ka për Shakespeare-in, që i ka për Danten, që i ka për Cervantesin, mos flasi për një vepër që unë mendoj studentëve të mi e kanë obligative një lend që mbaj unë, që e dim, ata krejt veprat mundën mos me i lexu një ka me mos marrëvesh. Është vepër briljante. Mos marrëveshja është secili një, unë kam thënë studentëve edhe për shumë emisione televizive kur kam folur për vepra të ndryshme domethënë, mos marrëveshja është një vepër që duhet të jetë obligative për çdo familje, për çdo tri, për çdo intelektual. Sepse është simbioza e krejt historisë së shqiptarëve prej e lirë pellazëve deri sot. Historikisht. Thjesht që mundet një autor me pas një sintetizim të tillë të një letërsie dokumentare, të aspekteve historike, gjeografike, mitologjike, zakoneve, adeteve, traditave, mitemave tjera, domethënë nuk ka vepra, unë kam lexuar edhe vepra autorëve të tjerë, domethënë që marr për shembull është Fajkoniza të tjerë, që ka domethënë veprën domethënë Shqipëria një kopsh shkëmbur rrugës Lëndore, po mos marrëveshja, domethënë shqiptar për vetën është një vepër që faktikisht e përmbledh krejt universin e
identitetin shqiptar. E ka sintetizuar. Sintetizuar. O vështirë me mbri atë nivel të madh, vështirë. Domethënë tash për profesor Qosin, që e respektoj shumë, nuk di çfarë them. Për shkak se ndoshta do të organizojmë një tribun edhe për këtë arenë edhe për Qosin, ndërmend ku do të kemi mundësi të shfaqim si pikpamjet e ose autor, ndeshë është autori në rëndësishëm. Letësisht Po drimë kishte një fjalë kështu. S'kam shqiptar tjetër me he. me unë, s'kam shqiptar me unë. Edhe ne s'kemi pse humbim Qose. Pra të gjë kam. Jo të ka. Edhe është fletësia shqipe ka nevojë për Qose. Në tjetër gjë ka të real. Qose ka vëndin e dhe. Natyrisht, shkrimtarët që janë gjallë kanë delirit e tyre, dikush kanë edhe kundërvënjet e tyre, po kjo është punë e tyre. Letësisht shqipe i duhen, edhe ka të reja, edhe Qosja. Përmendin që katë. A i sa e kanë. Janë aq të ndryshëm, mirë po mendoj që janë faktikë. Është tjetër gjë, janë jo të ndryshëm, janë fare të ndryshëm, po është punë tjetër ajo, s'ka rëndësi e punë. Është koha, domethënë studiuesi do t'ja japin vendin tani që ti ka të reja para e shanin shumë njerëz në Tiranë. Tani që vdek thonë, mos haj mirë pas ka që dalet mos ta kemi me Qose të shikojnë të shikojnë Qose. Për vetëm për shkrimtarë. Kështu që në një farë mënyrë këto janë njerëz që kanë dhënë një kontribut në kohë të saktuara. Mundet edhe me gabimet e tyre, me të mirat e tyre, po ne do marrim atë që na duhet. Do vim në aspekte personale. Jo, Për aspektin letrar, jo personal, personalisht tjetër gjë. Dhe ajo nuk... Ne që nuk e njihnim, nuk i njohim personalisht që nuk na intereson parë, na intereson ai libri që kemi ndonë. Ky foli për esen, dhe mua më erdhi mirë, i ka përkthyer një Ani Kokobobo, Gjorgati dhe në Amerikë, disa ese të Katares, dhe janë ese që edhe atje kanë lënë, domethënë, kanë lënë vrap. Sigurisht, eseja nuk është romani, është tjetër gjë, por për ne, për mendimin shqiptar. Edhe për atë si roman, a i po të bënde vetë ma to ese, do të ishte një personalit i madh i kulturës. Mi po e ka kaq shumë lëndë, sa neve e harojmë që a i eseist i shkëlqyer. Që nga eskili humbës i madh, janë disa ese, janë libra më vere. Unë të duhet për fond, për pas që t'i kolej radhën edhe të pranishmëve, që nëse dëshirojnë të kyçen me pyetje, me diskutime, patjetër, do doja të gjuaj një poezi nga profesori Salit. Cilën poezi të dëshirojnë? Këtu, në qenë kur të vijon lexoj poezinë kushtuar miku tim. Domethënë nuk lexoj poezi tjetër. Profesori Sadik i din përmend poezi. Mo të dino njërë. Ose gjenë. Jo të gjitha. Kjavo. Shalis. Apo e lexon? Qiko, jo, prit, maro, ti vazhdo punën. Dikur kur isha djalë kam ditur shumë, bro, s'bo tani. Mirë azi. Dhe i tash mirë. Shokë me shokë. Poezia do të lexoj në ka. S'keme dal nga parojsa. Mikut poetit Vasil Shaprisi. Nuk keme i kur nga pika ujtë. As kur qmendën valet e detit. As një për të bardh nuk dhe bardh mbi shpin, endren trishtusit e notës. Maton vetmis e këndeli klimit. Nuk keme i kur më nga gjua zjarrit. As një bim e eger nuk do të fat nga kripa lotve. Në as instinkt të vitit, as kur piqen e bien me tokë ullinjt në ulliqtat e krythës së ullqimit. As kur shtektarët presin me dritë ndezur, buz gjiret e qetësisë se vetëm gjumë ty të ka zënë, duke prekur dhimbjen mbi barin e tjetër. Nuk keme i kur më nga vetmia stoisë. Shpirti yt pushon i qetë në tokën e Prishtinës, me krahun e djathtë të Lipodrinjës. Të dy u lexoni poezitë e ankshuarve. Poetët nuk vdesen me pa të thënë. Kur u takuan për herë të parë në amfiteatrin e Fakultetit Filozofik. Atë botë
se cila ëndër e kishte ankthën e vet. Nuk kemi kur më në fund të udhëtimit. Asnjë ditë nuk do të ngjoj durimin tënd. Në fillim të vjeshtës kur i shkundim ullimt, që na piknin çdo ditë mbi kokë. Për Zotin me vete merrin çastin e parë të lumturisë. Këndej dashurisë e maton qenive të fiku. Ti një mend thoshe, të qerohen të rangujt. Se na plasi noti për lëvozhgën e fatit të tyre. Të mos na zihet fryma në liria, as të dielin kur lëshove ofshamën tënde të fundit. Nuk kemi kur me nga zemrimi shirt. Teksa zbraze nga voma fryme thot, dhe të fluturojnë të gjitha të lëndyshet, si në për det, si në për tokë, si në për qiell. Ti po nisësh, kam në mbrëmjen poetike, në kullën e balçave, pa trembur as një zog të bardhë. Në jastekun me pugat e zezat, pa trembur as një flutur në dhomë, një ditë para ditëlindjes sate. Prap për shprejte, se poetët nuk vdesin, për herë të fundit në kafenin simfoni. Sikur ta dinim, se nuk keme dal kur në parajsë. Falenderoj, profesor. I falem kujtimit e tij dhe miqësisë përjetshme. Mikut është ka qenë miku ynë të gjithëve. Atje. Ka një urë e rëndësishme mes Gjinit edhe Prishtinës, por padysh. edhe jo vetëm. Unë po them për më ndështajmë se me që në një poezi shumë të shku. Edhe i poezi më të butë si. Jo, të hoqë, so që Edhe profesor të shkurtër se ke folur më gjatë. Përmbysje e qetë. Më është të përmbysur një jetë aty dhe asgjë s'ka ndryshuar në fytyrën tënde që me çudi e shoh nga larg. Anija e mbytur, faqja e detit e qetë. Jeta e qelshtë mu thye pa një krak. Pas dëgjimit të tyre poezive të bukura që në ngjallën edhe emocione, më doja t'ju ftoja ju nëse dikush dëshiron që t'inkuadrohet na bashkangjitet në këtë bisedë sonte. Ndjehuni të lirë. Vetëm ja dy fjalën, po përpiqem sa më shkurt që është më. Do të bëjnë presion për kohën. Po pra se honi më bërsa. Ja, vënë fat. Diskutohet shumë për personalitetin e Kadares. Edhe kur ka qenë i gjallë dhe kur ka qenë sot nuk është nesnesh. Unë kam një mendim pak personal, po do ta them shkurt sa më shumë që është e mundur. Mbase fakti se Kadaria nuk ka marrë çmimin Nobel për letërsi, pajtuar e profesori janë shqiptar. Ky problem duket se na ndjek edhe pas. Çfarë kuptimi? Unë në një shkrim, në një esej që kam bërë për Kadaren, e kam titulluar shkrimin Kadarea është Kadare. Kaq, nëse ishte mjaftë kështu. Tash, ata që merren me letërsi shqipe duhen të çlirohen nga hija e Kadares. Në çfarë kuptimi duhet çlirohen? Duhet të bëjnë letërsinë e tyre. Letërsia është autoriale, është vetijave. Ka raste nga më të ndryshmet në botë që kanë marrë çmimin Nobel për letërsi, për shembull këngëtarët. Bob Dylan ka marrë. Çka do të thotë kjo që? Ata që kanë talentin e duhur, ata që kanë fatin mbase të duhur, le të bëjnë letërsinë e tyre dhe mos merren me Kadarin në kuptimin se duket se na përcjell si hije që kemi realisht, që kemi smir për atë madhështitë të Kadaris. Kjo është e fajn. Kadaria ishte Do t'i me sa them- ishte gjallë. E do t'i them një përgjigje për këtë, me që me një basi shabrike. Me Basreu, me Ndela Kasin, me Ismailin dhe Helenën kemi qenë në liçenin
e Slovenisë si Po, ke qenë Bled. kem qenë një javë, ka qenë këtu Takimet e Pint. pesë. Çdo mëngjes me basriu. Ndonjëherë dhe me Entelën, se Elena me Entelën dhe dilnin, ai na e ka shpjeguar pa e shkruar të gjithë atë mos marrëveshje. Dhe fjalë për fjalë, ne ku s'ka para autor që ta tregoj veprën pastaj ta shkruaj. Dhe e shkruaj. Ai kërkonte edhe ja provojmë që neve dhe pasuriu vetëm po mbet që kështu, po do merrja shënime, ishte gjithë vepra që na e tha në mënyrën e tij. Në një moment po hanim mëngjes, ishte me shumë kështu me emocion për atë. Edhe më thot, i them unë, figura e Naimit, për Skënderbeu, në Skënderbeu e kishim tem neve. U ngrit i vdekur i Gavari, u ngrit fati Shqipërisë, si i vdekur i Gavari, mori rrugën e Azis, duke ecur si i mari. Por i tha, ku e mban mend ti? Shiu se mbaj mend, kjo është një, ti thash, kjo është fati Shqipërisë, i vdekur nga Gavari, një imazh shumë i bukur. Ma shkruaj tani këtu, aty ishim duke ngrënë mëngjes ato pecetat e që ham të fshin buzët, nxora i celular dhe kam shkruar, hegri diçka, i kollitet aq keq, i mbeti këtu, ajo Entela e ka futur një grusht këtu në shpatull, pop me nxori, o çfarë ka qenë. Ai kishte një emocion përpara se ta shkruante atë vepër. Edhe shkruaj është vjesë e bukur. Edhe Kaderea, domethënë, ishte njerëzor si gjithë njerëzit e tjerë. Shqiptarët e kanë atë mallkimin, e thot vetë ai te Masvaresha, nuk i duan njerëzit e vet. Doja të falenderoja gjithëve, në veçanti poetët, ju presim, mos tani që keni qenë, mos ta vini tani për një kohë gjatë, ju presim prapë sa më shpejt. Sa po më ftuat e rap. Ta bëra Ishte rritë të gjyshe, ishte mësuar, është në rritë të tjetër së